sipas rregullores së kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Dhe ky është një rregull që është zbatuar në këtë kuvend edhe nga ju në cilësinë e drejtuese së kuvendit. Unë e kuptoj që ju e keni të vështirë ti mblidhni deputetët, por është përgjegjësia juaj që të nisni seancën vetëm kur në sallë të jenë të paktën 71 deputet prezent. Dhe nuk është fare e vërtet ajo që ju sapo thatë, që nuk ka nevojë për quorum që të nis mbledhja e kuvendit. Se quorumi u verifikoka vetëm kur bëhet votim. Kur nis mbledhja e kuvendit duhet të jenë minimumi 70 deputet. Dhe ky është aja e rregullores kuvendit dhe aja e mbledhjes së çdo organi kolegjal. Që kështu lutem ndërprisni seancën, njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju binden deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sjellim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë quorumin që ti të nisësh seancën. E ke për detyrë. Ndryshe seanca nuk mund të vazhdojë.